Drejtuesi SPAK, Klodian Braho, ka evidentuar dy problematika kryesore me të cilat përballet aktualisht prokuroria e posaçme. Gjatë fjalës së tij, në raportim të punës së SPAK gjatë vitit 2025, Braho evidentoi dy sfidat aktuale. Sipas Brahos, njëra është mungesa e burimeve njerëzore, pasi kjo ndikon në punën e vazhdueshme të prokurorëve dhe vijimsinë e hetimeve, pasi sipas tij ka një ngarkesë shumë të lartë dhe për këtë duhet të merren disa masa lehtësuese. Njerëzore është një problematik e thënë disa herë në raporte të ndryshme. Prokurorët nuk kanë sot këshilltar ligjor. Vetëm drejtuesi i prokurisë ka disa këshilltarë ligjor, si dhe këshilltarët që kanë qenë tek disa prej tyre, jo të gjithë, te institucioni i komisionerëve publik. Pavarësisht se prokurorët në vetvete nuk kanë, ne kemi munduar që të harmonizojmë punën dhe të ndihmojmë prokurorët për çështje që lidhen me fazën e gjykimit, me ankime, me rekurse, që nuk ndikojnë nuk kanë të bëjnë me sekretin hetimor. Ajo që kërkohet në raport dhe që mendojmë që duhet të ndryshohet është që duhet të ndryshojë kjo situatë juridike, që prokurorët të munden të kenë këshilltarët e tyre ligjor. Pastaj, procesi i rekrutimit dhe procesi i trajnimit të tyre në vazhdimsi, patjetër që është një diçka shumë e rëndësishme, por do të hapet një hapësira ligjore. Dhe pastaj të shkojmë tek cilësia dhe te profesionalizmi i tyre. Ndërsa sfida tjetër, me të cilën përballen prokurorët e SPAK, është retorika e politikës, me sulme ndaj drejtësisë. Sipas Brahos, kjo retorik nuk përbën kërcënim për SPAK, por rrit agresivitetin e SPAK ndaj krimit të organizuar. Faleminderit për pyetjet. Për sa i përket problematikave, duhet të sqaroj edhe të pikën e parë. Kuptimi i drejtë i asaj është që pikët që kemi ngritur është që retorika politike nuk përbën vetvete ndonjë kërcënim. Është thjesht një retorikë politike. Dhe për të kuptuar se kur do të jetë shqetësuese, ne kemi ilustruar rastin se kur. Pra është shqetësuese nëse kjo retorik do shënohet me një situatë të ndryshimeve ligjore që mund të shënojnë kompetencat apo pavarësinë e institucionit. Konstatoj që nuk ka një situatë të tillë për momentin dhe është thjesht një argumentim për të kuptuar se kur një retorik është problematike dhe kur nuk është. Po kështu kemi sjellë dhe në vëmendje faktin që retorika, edhe pse në një rast nuk është problematike në mënyrë direkte, por zgjon dhe mund të shërbejë si shkak për të rritur agresivitetin ndaj SPAK-ut nga krimi organizuar. Sepse krijohet perceptimi që ky institucion është tashmë i pambrojtur dhe sigurisht mund të lini mendime të tjera nga personat e përfshirë në këtë fenomen. Kryeprokurori i posaçëm, Klodian Braho, ka raportuar këtë të hënë para anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë punën e SPAK gjatë vitit 2025, ndërsa tha se do të vijojnë angazhimin në luftën kundrejt korrupsionit dhe krimit të organizuar.